Këshilli gjyqësor e shkarkoi gjykatësin Enver Bexheti, i cili është futur më herët në listën e zezë amerikane. Postet e aleancës së Taravarit i mbeten vlenit, Mexheti dhe Gashi thonë se qeveria është stabile. Ambasadori Rokas thotë se Bashkimi Evropian po vazhdon përpjekjet për zhbllokimin e procesit eurointegrues. Daniela Arsovska akuzon Visarganiun se ka legalizuar banesa me dokumente të falsifikuara. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Këshilli gjyqësor e ka shkarkuar gjykatësin e apelit Enver Bexheti, i cili para gjysmë viti u fut në listën e zezë amerikane. Ai dyshohet se ka mbajtur në sirtar lëndët e ish-drejtorit të DSK-s Sasho Mjalkov, duke mundësuar edhe vjetërsimin e tyre. Gjysmë viti pasi SHVA-ja e vendosi në listën e zezë, Këshilli gjyqësor e ka shkarkuar gjykatësin e apelit Enver Bexheti. Siç ka marrë vesh Thelma, gjykatësi i cili kishte ruajtur në sirtar lëndët e ish-drejtorit të DSK-s Sasho Mjalkov, ishte shkarkuar në një seancë të mbyllur. Për shkarkimin e tij kanë votuar 9 anëtarë të Këshillit. State Departamenti i SHBA-s në dhjetor të vitit 2024 solli vendim për ta vendosur në listën e zezë ish zëvendës kryeministrin Artan Grupin, bashkë me familjen e tij si dhe gjykatësin Enver Bexhetin nga gjykata e apelit për shkak të pjesëmarrjes së tyre në korrupsion të madh. Këshilli gjyqësor e dënoi me para Bexhetin, i cili 9 muaj kishte ruajtur lëndën Target Fortesa në sirtar, duke i shkurtuar 6 muaj nga 20% të pagës. Kur gjykatësi Bexheti u gjet në listën e zezë amerikane, Këshilli gjyqësor sërish hapi lëndë për Bexhetin. Ai ka të drejtë ankese, por është suspenduar derisa vendimi të bëhet i plot fuqishëm. Në hetimet për tragjedinë në Koçan janë përfshirë edhe familjarët e personave që humbën jetën në tragjedi. Prokurori republikan Lupço Kocevski tha se hetimi për rastin e tragjedisë në Koçan pritet të përfundojë për 10 ditë, kurse shtoi se akt akuza pritet në mesin e qershorit. Prindrit e personave që ndërruan jetën në natën tragjike në diskotekën Puls kanë nisur dhënien e deklaratave të tyre në prokurori si pjesë e hetimeve që po bëjnë prokurorit kompetente të Koçanit, Shtipit dhe Shkupit. Në deklaratat e veçanta të tyre ata kanë treguar se si e kanë marrë vesh për ngjarjen tragjike, a kanë ndonjë informacion shtesë në lidhje me rastin dhe ju është thënë se për çdo kërkesë të mundshme për dëmshpërblim duhet të iniciojnë procedurë të veçantë civile. Grumbullimi i deklaratave të familjarëve të viktimave do të zgjasë deri të ejten. Më 22 maj, prokurori republikan Lupço Kocevski tha se hetimi për rastin e tragjedisë në Koçan pritet të përfundojë për 10 ditë, kurse shtoi se akt akuza pritet në mesin e qershorit. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, po atë ditë jetën e humbën 59 persona, ndërsa më 4 prill, më 7 prill dhe 17 prill ndërruan jetë edhe 3 persona të tjerë, duke e quar numrin total të viktimave në 62. Nga zjarri mbeten 196 të lënduar, që u trajtuan brenda dhe jashtë shtetit. Këto ditë pritet që të plotësohen vendet e lëna bosh nga përkrahësit e Arben Taravarit në Aleancën për Shqiptarët. Planifikohen që në këto vende të vendosen persona që nuk pranuan vendimin e Taravarit për t'u larguar nga koalicioni qeveritar. Pas dorëheqjeve nga postët shtetërore të kuadrëve të Aleancës për Shqiptarët të Arben Taravarit, i cili u largua nga vleni dhe nga qeveria, pritet këto ditë të emërohen po në ato poste kuadrët e ASH-s Arben Fetajt, i cili bashkë me një grup tjetër të kësaj partie kanë vendosur të mbeten në vlen dhe në ekzekutiv. Këtë bëri të ditur zëvendës kryeministri dhe një herë që njëri ndër krerët e vlenit, Izet Mexhiti. Këto ditë domethënë debatohet në strukturat e Aleancës. Aty fjalën kryesore ka zoti Arben Fetaj, normal si pjesë e vlenit. Situatën politike e ka komentuar edhe kryetari i kuvendit Afrim Gashi. Ai vlerëson se shumica parlamentare është stabile dhe se qeveria edhe më tej do të punojë me kapacitet të plotë. Shumica është stabile. Nuk ka dilemë se kemi shumicë, por bëhet fjalë për kalim të një partie politike në opozitë. E shihni se ka deputet që mbesin pjesë e vlenit. Mendoj se qeveria dhe shumica në parlament do të punojë me kapacitet të plotë.
Kujtojmë se këto kombinime dhe zëvendësime vinë pasi kreu i ASH-s Arben Taravari u largua nga koalicioni Vlen dhe nga qeveria, por një grup tjetër i ASH-s i udhëhequr nga zëvendës kryeministri Arben Fetai vendosën të mbeten në këtë koalicion dhe ekzekutiv, ndërkaq në postën e ministrisë së shëndetësisë Taravarin do të zëvendësoj Azir Aliu. Bashkimi Evropian po vazhdon përpjekjet për zhbllokimin e procesit eurointegrues të Maqedonisë së Veriut. Euroambasadori Mihajlis Trokas deklaroi se momentalisht ka një numër të madh të aktiviteteve diplomatike dhe të vizitave dhe çdo gjë që del prej tyre është e mirëseardhur për BE-n. Euroambasadori Mihajlis Trokas ka përsëritur sot nga Velesi se Bashkimi Evropian po vazhdon përpjekjet për zhbllokimin e procesit eurointegrues të vendit. I pyetur rreth deklaratës së presidentes Gordana Siljanovska-Davkova se Austria është e gatshme të kyçet në zgjidhjen e problemit me Bullgarinë, euroambasadori tha se vetmja gjë që mund të deklaron tani është se momentalisht ka një numër të madh të aktiviteteve diplomatike dhe vizitave dhe çdo gjë që del prej tyre është e mirëseardhur për BE-n. Gjëja e vetme që mund ta them në këtë fazë, në të vërtetë është vetëm ta përsëris atë që e tha përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas, ndërsa ajo është se Maqedonia e Veriut dhe ardhmëria e saj e kanë vendin në BE dhe të gjithë po punojmë shumë me qëllim që të mund të arrihet ai synim, që të mund të zhbllokohet situata. Presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova së fundmi deklaroi se Austria është e gatshme të bisedojë me Maqedoninë e Veriut për të gjetur një zgjidhje kreative me Bullgarinë. Sipas saj, ministrja për çështje evropiane dhe ndërkombëtare e Austrisë do të donte që bisedimet për zgjidhjen e kësaj mosmarrëveshje të zhvilloheshin në Vjenë. Nga ana tjetër, kryeministri Hristijan Mickoski në konferencën e përbashkët me përfaqësuesen e lartë të BE-s Kaja Kallas, që u zhvillua javën e kaluar në Shkup, konfirmoi se ka pranuar propozimin që në kuadër të samitit të NATO-s, që do të mbahet muajin tjetër, të mbahet një takim bilateral mes presidentëve të dy shteteve, Gordana Siljanovska-Davkova dhe Rumen Radev. Kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska edhe sot ka dalur në teren duke inspektuar objekte që janë ndërtuar me dokumente të falsifikuara. Ajo ka përmendur 150 ndërtesat e ndërtuara në mënyrë të egër, pa leje, e të cilat sipas Arsovskës, kreu i çajirit Visarganiu i ka legalizuar duke falsifikuar dokumente nga qyteti i Shkupit. Pas denoncimeve, kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska ka filluar publikimin e dokumenteve për 150 ndërtesa të ndërtuara në mënyrë të egër, pa leje, e të cilat sipas Arsovskës, kreu i komunës së çajirit Visarganiu i ka legalizuar duke falsifikuar dokumente nga qyteti i Shkupit. Këtë këtu ne e kemi kapur nga viti i kaluar, ja kemi kthyer mbrapsht dhe i është thënë se sipas ligjit ky objekt nuk mund të legalizohet. Ajo që ai e ka gënyer dikë nuk është problemi ynë. Kjo është me falsifikime e regjistruar në Agjencinë e Kadastrës. I kemi ftuar të gjitha institucionet kompetente. Nëse nuk ndërhyjnë për të dëshmuar këto punë kriminale dhe të arrestojnë, unë ua them se nuk ekziston shteti. Në teren, doli me ekipet e urbanizmit nga qyteti i Shkupit. Mosdash zoti do të na përsëritet Koçani, por kjo do të jetë tragjedi edhe më e madhe se ajo, sepse e shihni që objekti në fjalë është totalisht i pasigurt në të gjitha aspektet, nuk është provuar nga asnjë institut relevant. Kemi kabëll të zhveshur që është lidhur në të zezë në fasadë të stiroporit, e dim se si digjet stiropori. E në ndërtesën të cilin e vizitoi sot Arsovska, kishin ardhur edhe ekipe që të njëjtës ndërtesë janë ndalën edhe energjinë elektrike dhe jo vetëm. Nga aty Arsovska vazhdoi edhe në Agjencinë e Kadastrës, ku erdhi për të konfirmuar falsifikimin e dokumenteve nga ana e Ganiut. Në mungesë të drejtorit, aty u takua me persona zyrtar të tjerë. Objektet nuk janë ndërtuar në vitin 2011, po të fillosh të ndërtosh sot do të vinë. Objektet nuk janë ndërtuar në vitin 2011, po të fillosh të ndërtosh sot do të vinë për ta prishur menjëherë, për të është e lejuar, heqtin dhe e lejojnë. Pse? Për atë s'ka drejtësi në vendin tonë ose duhet ligji për të gjithë njëjtë të zbatohet ose për asnjërin. Për më tepër, ai ka falsifikuar dokumente. Këto janë të falsifikuara. Kryetaria Arsovska javë më parë denoncoi për ndërtime pa leje. Publikimi i dokumenteve pritet të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim.
Komunat pritet të kenë policinë e tyre, me ndryshime që pritet të ndodhin në ligjin për veçeverisje është parapar që të formohet edhe polici komunale për të ruajtur rendin nëpër komuna. Ndryshimet e ligjit pritet të debatohen në seancën e së mërkurës në Kuvend. Të mërkurën, para deputetëve në Kuvend, përveç përzgjedhjes së guvernatorit, do të jetë edhe votimi propozim ndryshimeve të ligjit për veçeverisje lokale. Me këtë propozim ligj, parashihet edhe formimi i policisë komunale nga Ministria për Pushtet Lokal për Televizionin Shenja, thonë se në nenin 22 i cili rregullon kompetencat e komunave, në paragrafi 1.12 shtohet kompetencë re, e cila përcakton rregullimin e rendit komunal. Komunat janë përgjegjëse për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e rendit komunal. Për ta bërë këtë në mënyrë të organizuar dhe ligjore, ato duhet të krijojnë një njësi të veçantë brenda administratës së tyre, e cila do të merret posaçërisht me çështjet e rendit komunal dhe do të veprojnë në përputhje me ligjet në fuqi. Propozimin për ndryshimin e ligjit për veçeverisje lokale e kanë përshëndetur edhe nga Bashkësia e Njësive të Veçeverisjes Lokale. Nga BNVL thonë se themelimi i policisë komunale është një kërkesë e kahmboshme e tyre. Shpresojnë se pas miratimit të këtij ligji, komunat do të ofrojnë shërbime shumë më të mira për qytetarët e tyre. Me këtë ligj, përveç formimit të policisë komunale, parashihet edhe shkarkimi i kryetarit të komunës. Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë me transparencën dhe llogaridhënien e kryetarëve të komunave, këshillave dhe shërbimeve komunale dhe synon gjithashtu parandalimin e korrupsionit dhe digitalizimin e shërbimeve komunale. Nga sot në Shkup mund të merrni me qira makina elektrike për të lëvizur nëpër qytet, ngjajshëm siç merren me qira trotinetët elektrik. Fillimisht do të jenë në dispozicion 100 automjete dhe qiraja do të kushtojë 22 denar për kilometër. Të gjitha komunat e Shkupit tashmë kanë hapësira parkimi për këto mjete. Çdo kusht që dëshiron të përdor këtë shërbime duhet të shkarkoj aplikacionin mobil avant2go.mk. Projekti është realizuar nga një firmë private dhe u promovua nga Ministri i Mjedisit Jetësor Izet Mexhiti dhe Ministra Sanja Bozhinovska. Me lajmin e NBA-s e mbyllim këto lajmet, shifemi sërish. Bashkë miru pafshim.